marrë e udhës që shko më marrë me vetë vetën, jo me këta skandalet përditshme që dalin, pa përgjegjësi totale që është për që ndodhin në Gjilan, Gjakovë dhe në Mitrovic që është me të madhe, ajo bo më marrë me punë të vetë, ajo më marrë me politikë. Mjaft është marrë me politikë, letë mirët me punë që i ka zgjedhore, se marifetet e KSZ-s ne kemi gjithë rezultat sot që secili qytetar e ka hu besimin në zgjedhjet që janë të ndodhen. Për fajin e njerëzve, në disa individu që në KSZ të papërgjithshëm përballë qytetarëve të vendit, sepse e kanë zbe besimin e zgjedhjeve në Kosovë që ato individ që janë aty të papërgjithshëm. Pysh ka mundësi që ato flet votime me ardhen, edhe një kompani mja dhonë me shtypën flet votime në një kompani me që s'kan lidhje me Kosovën, jashtë Kosovës. A menon që nuk kanë ndikim drejt për drejt që ta farë skandalit e tenderave jashtë Kosovës për flet votimet e zgjedhore. Edhe realisht flet votimi që nuk ka numrin seri këtë njëjtë, ai bjen që skandal. Edhe me pyet një fëmijë në rrugë, edhe një plak që se ka asnjë ditë shkollë, që ka mbi 90 vjet e ditë që është antiligjore nëse një flet votim nuk ka numër serik, ose që nuk përputhet numri serik me numri serik që është para prak ose... Po ka pasur një reagim nga KQZ-ja për këtë, Bik? Ka pas reagim, po është i pasinqert e reagim. Ai është i pasinqert. E ka lëndu edhe e ka hup besimin, e ka zbi besimin tek qytetarët skandalet e tyre. Kështu që ata bën më marrë me skandalet e veta, jo më marrë me pjesën se çka bojnë deputet ose qytetarë tjerë. Është e rrugës le të mirën veç me vetveten. Jo me hup besimin e me gjithë këto skandale të vazhdueshme me bo favorizime të saktume. Kështu që s'është ato s'kan çka më marrë me këtë pjesë. Ndërsa te votimi që ne edhe në fillim e thash edhe prapë ja tham, këto tek numrat realisht të kondosh me negociu me secilin subjekt politik që pranon me negociu edhe që ulet në tavolinë diskutimet për me pranu qatë ofertën që këto e japin edhe ato kërkesën që kanë përballë partisë më të madhe në vend. Partia e madhe në vend e ka obligim me diskutu, me gjetë zgjidhjet ose me gjetë deputet ose me kriju koalicione të pranueshme. Po tash është problemi shumë bazik, asnjë subjekt politik nuk e merr përgjegjësinë me hy me një koalicion ose me hy me një rrugë që është pa kry. Rruga pa kry do më thonë me përkrah një qeveri edhe nesër ki zgjedhje. Po shihet që ka zgjedhje, çka kanë më thonë ato votuesit vetë në terren nëse kanë përkrah një qeveri e nuk janë pjesë e një qeverisë, edhe eventualisht ndodhet diçka që veç për interesat veta. Gabimi ka qenë i parë dihet kur ju fitu zgjedhjet në fillim zgjedhjet nacionale, kur u krytën, gabimi ka qenë i subjektit madh që e përdori gjuhën fyse, gabimi i dytë fatal që asnjë lider i asnjë subjekti nuk guzon me pranu, me bashkëpunu që nuk me qeverinë që nuk është pjesë nëse nuk është pjesë e koalicionit sepse është diskutuar në fushata një proces që komunat që udhëhiqen nga vetë vendose kanë me pas përparësi. Kjo është thonë. Tash urojmë që le t'i mbështesin ato komuna ku ka nevojë me mbështet, po cili subjekt politik e ka guximin ose me mbështet këtë qeveri edhe të ardhmen nëse nuk janë mbështet nevojat e komunës që udhëheq ai subjekt që ka votu. Si pasojë që